Dje pas dite rreth orës 17:20 minuta, në rrugën rajonale Tetovja-Zhinc, në afërsi të urës së lumit të Vratnicës, ka ndodhur një aksident komunikacioni në të cilin kanë marrë pjesë 3 automjete. Një veture tipit Jugo me targa të Tetovës e drejtuar nga 40 vjeçari me iniciale LI nga fshati Rogaqev, një tjetër veture tipit Mercedes-Benz me targa të Kosovës, të cilin e ka drejtuar ML 40 vjeçar nga Kosova, dhe një autobusi tipit MAN me targa të Gostivarit i drejtuar nga 58 vjeçari me iniciale BH nga Gostivari. Në këtë aksident, bashkëudhëtarja që është gjendur në tipin e veturës Jugo, SI 33 vjeçare nga fshati Rogaqev, si pasojë ka marrë lëndime të rënda trupore dhe pas marrjes së ndihmës së parë në Spitalin Klinik të Tetovës, me urgjencë është dërguar për në klinikat e Shkupit. Përveç SI, lëndime trupore kanë marrë edhe 2 shoferët e veturave dhe 3 bashkëudhëtarët që janë gjendur në veturën e tipit Mercedes-Benz. 4 nga të lënduarit janë lëshuar për kurim shtëpiak, përderisa një bashkëudhëtare e Mercedesit është mbajtur në spital për mjekim të mëtejshëm. Me urdhër të prokurorit publik është kryer hetim dhe përvërtetohen shkaqet dhe gjithçka tjetër që ndërlidhet me aksidentin në fjalë, në të cilin dëmi material në total vlerësohet të jetë rreth 100.000 denar. Në ndërkohë, policia ka vijuar aktivitetet kontrolluese, ku mbrëm në Tetov është kontrolluar shpejtësia e lëvizjes së automjeteve dhe prezenca e alkoolit në gjak. Pas kësaj janë konstatuar 15 tejkalimet e shpejtësisë së lejuar, 8 nga të cilat 10 deri në 30 km në vendbanime, 4 nga ato 30 deri në 50 km jashtë vendbanimeve dhe ngjashëm. Përveç kësaj janë zbuluar edhe 6 kundërvajtje të tjera, të cilat janë rrebullaksuar me flet pagesa adekuate për gjoba dhe vërejtje me shkrim për shoferët. Nga 15 shoferë të testuar për praninë të alkoolit në gjak, asnjë nga ato nuk ka drejtuar makinën në ndikim të alkoolit, por në 6 prej tyre janë vërtetuar kundërvajtje të tjera.